Mirëmbrëma të nderuar shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në studion e televizionit Prizrenit. Në Prizren u hap panairi i veshjeve tradicionale dhe artizanateve. Refuzohet kërkesa për ndërtimin e xhamisë në Kalan e Prizrenit. Nuk kanë të ndalur rastët e aksidenteve në Prizren. Në Prizren është hapur panairi i veshjeve tradicionale dhe artizanateve, në të cilin po marrin pjesë rreth 40 ekspozues nga Shqipëria, Maqedonia dhe vendi ynë. Në ceremonin e hapjes mori pjesë në mesin e shumë të ftuarve edhe nën kryetari i Prizrenit Lulzim Kabashi, i cili ndër tjera vlerësoi rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë tradicionale të veshjeve dhe artizanateve, dhe se kjo ngjarje mundson promovimin e vlerave turistike që ka Prizreni, theksoi ai. Edhe si vjet, Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik në Prizren e ka marrë këtë organizim si kontribut i vogël në ruajtjen e matutjeshme të vlerave tona tradicionale, si që janë veshjet, shtrojet dhe shumë gjona tjera të cilat i kemi të pasura, i kemi virtyte, i kemi visare të popullit ton dhe të cilat kërkojnë që vazhdimisht të ekspozohen, të zhvillohen, të përkrahen dhe të bëhen të njohura jo vetëm për të huajt dhe turistët të cilët janë prezent në Prizren, por edhe për gjeneratat tona të reja. Drejtori i turizmit në Prizren Agji Seferqa i tha se ky panair tradicional që po e hapim sot i jep shpirt turizmit dhe kulturës së qytetit historik në ruajtjen e vlerave tradicionale që posedon dhe se ndikon dukshëm në zhvillimin e turizmit kulturor, por edhe të biznesit në qytetin e Prizrenit, theksoi ai. Është ndikim në zhvillimin e turizmit kulturor, por edhe të biznesit në qytetin e Prizrenit. Përmes organizimit këtij panairi tani më tradicional, mundsohet njohja e pjesëmarrësve me kulturën, traditën e veshjeve të trojeve tona dhe ngritja e vetdijes për ruajtjen e traditës dhe simboleve tona kombëtare. Veshjet popullore, gjatë zhvillimit historik të tyre, kanë fituar me kohë një funksion etnik, pikërisht nëpërmjet laramisë krahinore dhe unitetit kulturor që shprehen ato. Ndryshimet lokale krahinore në veshje, sado të vogla qofshin, mjaftojnë për të dalluar veshjen e një krahine nga krahina tjetër. Pjesëmarrëset e panairit Lubiana Baoja nga shoqata Gjiro Art nga Gjirokastra, Nadira Bytyqin nga Prizreni dhe Jetmira Kajoshi nga Shkodra, thanë se ky organizim është një mundësi e jashtëzakonshme për promovimin e punës së tyre dhe shkëmbimit të përvojave të mirëfillta, u shprehën ato. Aktivitetet të tilla janë të rëndësishme jo vetëm për të shpalosur produktet tona, zanatet tona, por për të shkëmbyer eksperjenca të mirëfillta. Për neve është kjo një plus që po ka të interesum, tash edhe kanë ardhur edhe këta të mirëgimit më, inshallah do të bëhet pak më shumë puna se shumë dopt është si vjet. Jeni të varur kryesisht nga këto që bërin, nga këto veshje vetëm? Po. Prej këtyne më varën, se vetëm me këto mirë në më. Ja vlen? Shumë mirë është të shku puna më. Po inshallah tash do të bëhet ma shumë edhe ma mirë këtu. Çfarë mund ta prisni? Si për ju shkojnë mirë? Po mas shumë ti me këta të mergjimtar, po kena që i kanë me shoqni, i porositin se sa për një komplet 2 nuk ja vlen më për me majtë më lokalin më. Shumë vështirë është më. Për mu është hera parë që marrë pjesë në një organizim në Prizren. Si po ndiheni dhe si e vlerësoni? Atmosferë shumë e këndshme. Kënaqësi e madhe me kënë pjesë e këtij panairi. Një bravo për organizatorët e këtij panairi. Punë shumë e mirë. Me çka po merrni pjesë? Këto janë kozmetikë artizanale me vajra bimor, sapuna, kremra, gjëna për lëkurën, për fytyrën, tipike shkodrane, veçëm natyrale, pa aroma sintetike, pa ngurcusa kimik të tipit organike. Po si e vlerësoni interesimin e njerëzve? Pritshmëritë janë të mira. Normalisht është i raport që vje dhe nuk e di shumë mirë tregun e Prizrenit të Kosovës.
Fillimet janë të marra, po shohim deri në fund. Panajiri do t'jeti hapur deri ditën e diel. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve ka refuzuar kërkesën e Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren për ndërtimin e xhamisë në Kala. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve ka refuzuar kërkesën përkatësisht projektin e paraqitur nga Këshilli i Bashkisë Islame të Prizrenit për ndërtimin e xhamisë në Kalan e Prizrenit, shkruan sot koaditore. Në arsyetimin e këtij vendimi është theksuar se kërkesa e parashtruar për rikonstruimin e xhamisë, për aq sa është punuar dhe prezantuar para Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, nuk i përmbush kërkesat e legjislacionit vendor e as parimet themelore të kartave dhe të konventave ndërkombëtare. Dhe për këtë edhe është refuzuar, me që në të kundërtën dhënia e pëlqimit do të nënkuptonte shkelje të ligjit për trashëgimin kulturore. Me këtë vendim të datës 19 korrik, Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore e Prizrenit obligohet që këtë akt ta procedojë te Komuna e Prizrenit dhe te Këshilli i Bashkisë Islame në Prizren. Policia njofton për një aksident të ri trafiku në Prizren si dhe për ndalimin e një të dyshuari si përdorues të drogës. Një aksident ka ndodhur dje në Prizren. Sipas raportit të policisë, 2 persona shtetas të Malit të Zi kanë pësuar lëndime trupore. Raportohet se i dyshuari mashkull derisa ishte duke lëvizur me vetur, dyshohet nga pakujdesia dhe mospërshtatja e shpejtësisë së lëvizjes me kushtet e rrugës, ka goditur veturën tjetër të cilën e drejtonte viktima mashkull, thuhet në raport. Si pasojë e aksidentit, 2 pasagjerë, një mashkull dhe një femër shqiptare, shtetas të Malit të Zi, kanë pësuar lëndime të lehta trupore dhe kanë pranuar tretman mjekësor. Në një rast tjetër, sipas policisë, një siti antidrogës në Prizren ka ndaluar të dyshuarin mashkull, pasi që gjatë kontrollit tek i njëjti kanë gjetur dhe konfiskuar 0.68 gram substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuan. Në raportin e policisë thuhet se me urdhër të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt. Edicionin vazhdojmë me lajmet të tjera që kanë qenë karakteristik e ditës së sotme. Gjatë ditës së sotme, kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, ka realizuar një takim që shumë kë duket se edhe e befasoi. Ai ka vizituar rezidencën e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, ku është takuar me familjen Rugova, prej të cilëve edhe ka marrë mbështetjen për krijimin e qeverisë, e duket se mbështetje do të marrë në veçanti nga e bija e presidentit Rugova, deputetja e zgjedhur e LDK-s, Teuta Rugova. Klan Kosova ka siguruar pamje ekskluzive nga ky takim, ku shihet se pranë Haradinajt është zëdhënësi i partisë Muharrem Nitaj dhe Blerim Kuqi. Në anën e familjes Rugova janë bashkëshortja e presidentit Fana, bijt Mendimi Euka dhe e bija deputetja e zgjedhur e LDK-s Teuta Rugova. Por në këtë takim nuk mungojnë edhe 2 anëtar të asaj që dikur njihej si Lista Ibrahim Rugova, Astrid Araqia dhe Dardan Gashi. Koalicioni PAN si koalicion fitues si zgjedhjeve të 11 qershorit ka të drejtën që në seancën e parë konstituive të Kuvendit të Kosovës të propozoj kandidatin për kryetar të parlamentit. Ashtu siç edhe po flitet nëpër media, kandidati i mundshëm për kryetar Kuvendi nga koalicioni PAN do të jetë Kadri Veseli. Në lidhje me këtë, deputetja e vetëvendosjes Albulena Haxhiu në një prononcim për Telegrafin ka thënë se Kadri Veseli është figurë përçarëse dhe jo idejnë për kryeparlamentar. Ajo bëri të ditur që kryetari i Kuvendit duhet të jetë një figurë që përfaqëson unitet. Sipas saj, Partia Demokratike e Kosovës duhet të mendojë një kandidat të denjë për kryeparlamentar e jo Veselin. Ministria për dialog Edita Tahiri një herë është krye negociatore e Republikës së Kosovës në dialogun e Brukselit, ka paraqitur një raport zyrtar pranë Bashkimit Evropian rreth gjendjes në procesin e zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit,
ku thuhet se pala serbe ka dështuar seriozisht në përmbushjen e detyrimeve të saj. Në këtë raport theksi është vënë vetëm te marrëveshje që janë në pritje të zbatimit, duke vënë pa blokadat, pengesat dhe sabotimet që Serbia ja ka bërë procesit të zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit dhe motivet që qëndrojnë pas tyre. Të nderuar shikues, si do të jetë parashikimi i motit, ju ftoj të ndiqni grafikën. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Gjatë ditës së sotme mbi territorin e vendit ton ka mbretëruar mot, kryesisht i kthjellët. Në zonën verilindore të vendit, temperaturat minimale kanë qenë 17 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë arritur deri në 33 gradë. Ndërkaq në zonën jugperëndimore, temperaturat minimale kanë qenë 16 gradë, ndërsa ato më të larta kanë arritur deri në 34 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesërme, meteorologët paralajmërojnë mot të ngjashëm. Ne vemi ju ftoj të ndiqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Ndërto për sot e mot. Në Prizren u hap panairi i veshjeve tradicionale dhe artizanateve. Refuzohet kërkesa për ndërtimin e xhamisë në Kalan e Prizrenit. Nuk kanë të ndalur rastët e aksidenteve në Prizren. Kaq edhe për sonte, të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.